thot shumë flitet në për to ligjërimet motivuese, kontrole, self-kontrole, dush me pas kontrollin e vetes, me kontrollu veten. Ne kena shembull më të mirë në këto njerëz. Ka shku Khalidi, ka thonë, ose kena rastin e Omer ibn Abdulazizit, ka qenë xhami duke ecë, ka qenë me ushtritë aty, ka dalë natën me kontrollu gjendjen si është gjendja e muslimanëve. A ka populli nevojë, domethënë diçka, mungon diçka. Ka hyrë në xhami një njeri ka qenë i shtrim në xhami, ky se ka pa. Edhe tu ecë gabim i ka ra terr, i ka ra me kam, është çua i ka thënë ti i çmendur je. Edhe Omer ibn Abdulazizit me ushtar masi thotë jo, nuk jam. Edhe ka vazhdu. Nuk krij vllaz. Sa s'ka nevojë me bë mohabet. Lider shembullor. Se ka shfrytzu postin për hakmarrje. Ato i kanë thonë, si mi thonë emirit muslimanëve kështu, ka thonë jo po në veti. Në veti si ai i çmendur, po mos e budo, ka thonë jo si jam, edhe ka vazhduar, kupton. Do të thonë që kontrolli i vetes, kontrolli i vetes, motja e vetes kontroll. Është, shumë sent e madhe tek njeriu, për këtë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk është trim ai i cili eksplodon, ai i cili kthen. Trim është ai i cili e mban veten kur shqetësohet, a kupton, ose kur e nervozojnë, ose kur e hidhrojnë. Andaj ne si besimtar, duhet jemi shembull për këtë çështje. Nuk dom se besimtari duhet çdo herë me hesht. Nuk them se nuk lejohet m'ia kthy, për shembull, se po dhe ne nuk kena atë filozofi nëse më mshon shuplak, ja faqen. Ja. Ne nuk lejon me na mshon. Ja, kjo është. Po nëse vjen në një rast ku besimtari nuk vlen me ul veten e vet, nuk vlen mu marr me ta, nuk merret. Nuk merret. Besimtari duhet të jetë i mençur, duhet të jetë, mi mendu se ndet mirë para se vepron. Sa Allah subhanahu wa taala ka thonë, reagim ndaj të keqes, se jetun mithla, një keqe sikur se ajo. Me thonë dikush ti ai çmendur, lejohet me thonë jo, pse ti ai çmendur je? Ose me thonë budall, lejohet me thonë, a ul veti njeriu veten nat? Nuk e ul.